Për herë të parë në Shqipëri këtë vit vjen kampionati evropian i mini futbollit. Shqipëria merr pjesë në turnet ndërkombëtar që nga viti 2023. Jemi pjesë e SOK-ës. Kemi disa rezultate shumë të mira si çerek finalist Kupës Botës, gjysmë finalist kampionatit evropian dhe pretendojmë që me ardhin e kampionatit evropian në Shqipëri pse jo të marrim rezultate sa më të mirë. Po bëhemi gati për turneun, kemi gati 6 muaj që po merremi me pjesën e organizimit, ndërtimit të një stadiumi, ndërtimit të një fanzone dhe besoj se do të jetë një risi shumë e madhe për mini futbollin në Shqipëri. Marrin pjesë 28 ekipe që do të jenë të ndarë në 7 grupe me nga 4 ekipe. Të gjitha ndeshjet do të zhvillohen në shtëpinë e futbollit, ku siç të thash më përpara, do të ndërtohet një stadium me 2500 vende, ku nga mëngjesi deri në darkë do të presi të gjitha ndeshjet e kampionatit evropian. Vlen përmendet që shumë janë gjithë shtetet e mëdha, po themi Anglia, Gjermania, Italia, Spanja, Portugalia, që e kanë traditë po themi pjesën e mini futbollit. Rëndësia që ky aktivitet po vjen në Shqipëri, Shqipëria do të kthehet në epiqendër, në kryeqytetin e mini futbollit në të gjithë Europën, dhe duke marrë parasysh luftën që kishin për ta marrë të turne. Po themi me shtetet e tjera si Anglia, Gjermania, Italia, të cilat dëshironin që kampionati evropian të shkote në shtetin e tyre, ju besuar Shqipërisë dhe kjo për ne është diçka mjaft pozitive që na besohet dhe organizimit i turneve evropian. Ditën e mërkurë do të organizohet hedhja e shortit të kampionatit evropian të mini futbollit, do të organizohet prapë në shtëpinë e futbollit. Një rëndësi shumë e madhe dhënë nga presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, i cili do të jetë prezent zoti Armand Duka, kështu që i ftojmë të gjithë mediat të na suportojnë dhe të jenë prezent në këtë aktivitet për ta reklamuar sa më mirë.